Vatra Boston dhe kisha Holy Trinity promovuan librin St. Paul in Dyrrhachium të profesor Thanas Gjikës. Federata për Shqiptare e Amerikës Vatra në Boston në bashkëpunim me Kishën Ortodokse Shqiptare Holy Trinity organizuan promovimin e librit St. Paul in Dyrrhach të profesor Thanas Gjikës përpara komunitetit shqiptar në Boston, në një atmosferë të ngrohtë dhe familjare që bashkoi besimtarë intelektual dhe dashamirës të historisë. Në këtë aktivitet u prezantua ribotimi korrigjues i veprës i pasuruar me dhëna të reja historike dhe me hartografi të detajuar mbi udhëtimet misionare të Shën Palit në territoret iliro-shqiptare. Libri sjellë një rishikim të thelluar të burimeve, duke synuar të saksojë itinerare dhe datimet e predikimeve të apostullit të kombeve. Për librin foli edhe peshkopi i Kishës Shqiptare Shëntrinia Theofan Koja, i cili mbajti një recension vlerësues duke e cilësuar veprën si një studim të bazuar në fakte, data dhe harta konkrete që ndriçojnë më qartë udhëtimet e Shën Palit. Një vlerësim i veçantë për librin erdhi përmes kumtesës së Sokol Pajit, e cila u lexua nga gazetari Flamur Vezaj. Në këtë analizë theksohet se vepra përbën një dëshmi historike dhe biblike që vendos trojet shqiptare në hartën e studimeve ndërkombëtare, duke identifikuar dalesat e Shën Palit në qytete si Dyrrachu, Lissusi, Apollonia, Butrinti dhe Nikopoli i Epirë, dy harta të reja të udhëtimeve misionare konsiderohen një kontribut i rëndësishëm për studiuesit dhe institucionet fetare. Vetë autori, profesor Thanas Gjika, shpjegoi se ribotimi është rezultat i një pune shumë vjeçare kërkimore dhe korrigjuese mbi botimin e parë të vitit 2022, duke theksuar se libri synon të plotësoj boshllëqet dhe përkatësitë që kanë ekzistuar në studimet mbi udhëtimet e Shën Palit. Ai theksoi rëndësinë e analizës së burimeve të dhjatës së re dhe përpjekjen për të identifikuar me saktësi vendet dhe datat. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e Kishës Holy Trinity, u moderua me profesionalizëm nga Elisabeta Gajo, dërsa në fund të pranishmit patën mundësi të bashkëbisedojnë me autorin dhe të marrin librin e firmosur prej tij.